Policia e Shkodrës ka vijuar operacionin e koduar Koordinata për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e tentativave për kultivim të bimëve narkotike. Si rezultati këtyre kontrolleve nga shërbimet e drejtorisë vendore dhe komisariateve në varësi, janë gjetur të kultivuar dhe asgjësuar 1233 fidan kanabis sativa, 777 fidan dhe 456 bimë të llojit kanabis. Nga ana e policisë janë proceduar penalisht për moskallëzim krimi dhe shpërdorim të detyrave një specialist i pyjeve dhe një roje mjedisore. Operacioni policor Koordinata për kontrollin e territorit bazuar dhe në inteligjencën policore e shtru objektin e kontrollit në 3 njësi administrative, në Shalë, në Pult dhe në Posrib, ku gjetën 777 fidanët dhe 382 bimët narkotike kanabis. Në vijim të këtyre veprimeve për këto 2 raste nisi procedimi në gjendje të lirë për inspektorin e pyjeve shtetasin me inicialet AM dhe rojen mjedisore shtetasin me inicialet LA. Ndërkohë në malësi të madhe, në territorin e njësisë administrative të Shkrelit u gjetën edhe 74 bimët e tjera të llojit kanabis. Vjen puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të këtyre bimëve, ndërsa operacioni antikanabis i koduar Koordinata do të vijojë përgjatë të gjithë këtyre muajve në territorin e qarkut të Shkodrës dhe paralelisht në gjithë Shqipërinë.